Pse keni dalë në protestë? Pëlqen ty drogat, pëlqen vjedhja. Po të pëlqeu vjedhja ty, okej, nuk dalim. Pëlqen vjedhja po. Thuaj artikulimin Por se kam ardhur këtu? Unë jam për të ruajtur të drejtën tuaj dhe sidomos ju gazetarët e shkëlqyer që tregoni me pastërti realitetin. Që do të thotë, ata që janë atje, që i mban ai gjati, ai brekush e madhi, ta kuptojnë dhe ta marrin vesh që ne që jemi këtu, jemi për të mbrojtur të drejtën, votën tonë, duam të mbrojmë atë dheun tonë, Shqipërinë, dhe jo si ai zvarraniku që i ulet në këmbë një femre të porsandar, shkurorzuar, dhe vetë ajo e pranon dhe thotë që shumë e egzagjerove. Ajo, për ato bravo, po ky është turpi i kombit. Përse mos të vi unë këtu, kur zoti Berisha, lideri ynë i madh, i pa epuri ynë, jo se kam nostalgji. Ai është babai i 2 fëmijëve, është gjyshin i përvedhe të tjerëve, është i shoqi Lirit Berishës, për mua është lideri i shqiptarëve, është i vetmi person që mbron të drejtat e mia. për zgjedhjet e 11 mart. Të vjedhura, të persekutuara, të gjvatura, me lakuriqësin më të madhe. Po është ai që mori ai, që është ai, se ka emrin ai Tërmeti, që është ai Tërmeti mo. Që është ai Zeqineja mo çfarë. Është turp, më fal, po është turp. Duhet deputeti që kur kalon, apo kur e ecën, mua më ngjall simpati me veshjen, me mënyrën e të folurit, me makinën që ngjet ai, më fal. Po ku i gjetën këta kaq para me kaq makina të mëdha? Po pse bota jashtë marrin më shumë lek deputetët dhe udhëtojnë me autobus? Po ç'u bën këta mor? Po ç'na duhet në shifajtje internacional? Po ç'më duhet mua? Shife pallatin këtu, po bie Tërmeti aty nesër. Shife çfarë antiteze. Ajo me këtë është e tmerrshme. Jo, tani thash për fenomen natyror. Ai ka, shiko. Po, faleminderit. Por ulet me Elonit, ul tjetër një që shtri Barkas. Po binte shi se Barkas do kishte rënë ai. E kemi kryeministrin shumë të varfër. Zoti Berisha thotë shumë i pasur ama. Jo, është i varfër për popullin, për të rritur rrogat, pensionet, për të rritur mirëqenien e popullit, kurse për evropianët të gentil e kanë drekën falas nga kryeministri jonë i Shqipërisë. Kur populli vuan me një pension 90, 100, 150, a jemi në vete, këtë vend e bën shqiptarët, jo evropianët, mos prisni, të gjithë populli duhet mbledhur, mos ta kthejmë vendin në komunizëm. Edhe ju gazetarët duhet mbledhni me popullin. Jo duke thënë që lajmet në ato votimet në Shqipëri janë bërë të lira e Se themin e ato. gazetar, të lutem, nuk e ke thënë ti si gazetar, e kanë thënë gazetarët e tjerë. Unë nuk i kam parë gjithë ato, po jemi të tronditur. Të kthehet vendi jo në komunizëm që ne e luftuam me mishe, me shpirt, për të ardhur një ditë e bukur për ne, hajtë se jeta jo një iku. Të fundit shumë shkurt. Pse në këtë protestë ka kaq pak të rinj? Mosha e re. Mosha e re ka ikur. Edhe akoma dhe këto që kanë ngelur, thojnë, o kamarier, na bëjt një kafe, se është kafja fundi se do ikim se ky vend nuk bëhet. Qa tush, është për tartë keq, që unë jam moshe tret, më iki fëmija dhe 3 vetëm si qenë. Për qa i kam bërë fëmijët për rrugën e Europës? Jo, ky vend duhet ne shqiptarët ta bëjmë, po jo me Edi Ramën. Edhe zgjedhje nuk do ketë me Edi Ramën, duhet qeveri teknike. Pa Edi Ramën, pa këtë qeverisje. E gjithë në zgjedhje, e gjithë shteti ishe ngritur për të blerë vota. E gjithë shteti, gjithë deputetët, me polici shteti. Gazetar, një kryeministër i këtij vendit. Dhe këtë dhe nuk do thema. Kaq mirë është ky popull i Shqipërisë që kryeministri të fitoj zgjedhjet me 84 prit. Edhe ato
të emigrantëve që janë jashtë shtetit, fëmijëve tanë, kanë ardhur me mushka fletët e votimit. Po mirë, më i vodhin në Shqipëri, po emigrantët që janë I kanë mashtruar, se kryeministri jonë është mashtrues, është hajdut, kriminal, i ka të gjitha. Dëgjoj, nuk kemi sot për opozitën. Sot jemi që vendi mos të kthehet në diktaturë dhe mos të ketë rezoluta por të sjellë të burgosit kriminalat nga Europa, që ta bëjmë Shqipërinë kriminala, që ky vend të bëhet kriminala. Është për ta keq. Jam shumë e prekur. Bilet, jam me raport dhe kam marrë këtu, le të vdes. Vetëm fëmia im të shikoj një ditë të bardhë. E kam pas tensionin 18 me 10 dhe jam me raport mjekësor, po ta them. Asnjë zarf nuk i ka dhënë. Është një tronditje e madhe. Një kryeminist Karagjos e merr ato të evropianit kështu. Për çfarë? I ulet në gjuhë. Ai pata të Xhadrit. A është e rregullt ajo Xhadri që ka hapur kryeministri jon? Të uroj faleminderit për kohën. Respekte.